Zëvendës kryeministri dhe ministri i Gjështjeve Evropiane Bekim Sali duke komentuar sot deklaratën e fundit të eurodeputetit Thomas Vajt në lidhje me ngjecjen e vendit në reforma, tha se është e vërtetë që Maqedonia e Veriut nuk ka përmbushur të gjitha reformat të nevojshme për sigurimin e fondeve evropiane. Ai tha se në këtë fazë janë 10 pika të cilat janë kritike për arsye se janë në fazën e grace periudhës, për të cilat ka afa deri në fund të qershorit të përmbush në mënyrë që të mos humb fondet. Deri më tani nga 10 pikë, 6 pikë kemi veç më të përmbushura dhe në 2 pikë, në 4 pika funksionojmë dhe jemi duke u koordinuar mes institucione për të plotësuar ato obligime që i kemi marrë përsipër dhe natyrisht jashtë këtyre hapave kemi edhe hapa tjera të cilat janë në fazën reale për të plotësuar. Ato nuk janë futur në grace periud, që do të thotë se edhe nëse nuk plotësohen deri në qershor, ata kanë afat deri në fund vitit të plotësojmë, duke mos humbur qasjen tonë deri te fondet e Komisionit Evropian, të cilat janë të garantuara për çdo pikë në veçanti. Euroambasadori Mialis Rokas tha se këto 10 hapa supozoi të përmbusheshin në qershor të vitit të kaluar, duke thënë se ky është sistemi sipas të cilit funksionon agenda e reformave dhe nëse ajo përfundon dhe nuk përmbushet, parat humben. Qeveria dhe disa ministri që kanë të bëjnë me këto 10 hapa po punojnë shumë për të arritur këtë dhe ky është e paralajmërimi. Ky paralajmërim nuk ju dërgua vetëm Maqedonisë së Veriut, po ashtu edhe vendeve të tjera kandidate që të implementojnë agendën reformuese. Kështu që është një punë e vështirë që po vazhdon. Unë nuk mund ta parashikoj. Duhet të presim deri në fund të qershorit për ta parë. Ajo që ashtu po ndodh është se në të njëjtën kohë është periudha e raportit të ri për hapat e qershorit të vitit 2026. Vajti së fundmi deklaroi se Maqedonia e Veriut vitin e fundit nuk ka bërë asnjë përparim në zbatimin e reformave, përfshirë edhe ato përmbushje të cilave kushtezohet nga plani i rritjes i BE-s. Nëse vendi nuk zbaton reformat e nevojshme, do të humbë 47 milion euro nga plani i rritjes që janë për projekte zhvillimore.